podcast është vetëm për të rritur. Që ka lirë, që rratë është? I thë një qim. Që rratë është? Që rratë? Rratë me mire ka rratë qim. Rratë qim, më plak. Po, se nga që këshur i prodhova, duke u qi. Si njerëzit. Nga i këshu, serios varë. Zë një që i prodhova duke u qi është rratë qim. Edhe që Vedino flau, kam humbur shpresat ke burgu dhe ke shkolla e edukimit. S'funksionoj, no, s'funksionoj. Shef dikë plaku që hedhi një gjë në tokë, pse sepse vendi është already pis në atë zonë ku po ecën. Ose thu, hajde se po parkoj dysh, po dysh nuk do parkojë kurrë në asnjë vend në vendin ku jeton. Thuti për shembull, jam Shqipëri, thu, hajde se po parkoj dysh bari jashtë. Thonë, ama se çu e bëjnë gjithë. Çu e bëjnë gjithë por. Shur në brek, lot nga syt parku që të dhem pa mas. Po i gjë plaku që s'po pëlqen fare ke sistemi është fakti se si menaxhon tot pastreja dhe burra. Gjithë taksat tona që shkojnë për donën për tik. Dhe kena folë herë kemi bëj i podcast në fakt që quhet të pastreja. Efekte ansore ka plot nuk janë fare të rolla fare. Po ku pra ja për shembull jeti sot ja zëri është një qytet plaku që djegim klera. I ngjet gjithë atje plak. Jo, më nuk ka rëndësi, ato gjejnë vetë punë, në një tjetër. Po, sa të vdesin, vdesin për punë. Nëse qesh me zë në rrugë, mos thuaj se di e ti, nëse efekt. Ale Lucifer. Po, e për vetëm. Po ku je Lucifer? Po je Lucifer. Qa pyetja është, po ku je? Po ku je? Po këtu jam, ku jam? Ku ke qenë? Si thoshte, i shoku im që kisha ardhur nga Spanja, plaku. Më thoshte, po ku je o amigo? Amigo. Amigo. Se bëhe? Si ka evoluar fjala amigo nga shqipja? Më men miku, miko, amico, amigo. Jo, ishe Niko jera, ai që rifta ato plako. E Steven Seagal, kërësisht ma men në të filmat e... Po, Niko, bravo. Niko, e tha nga Niko e bën, se ishë në armishu bën Miko. Niku. Po, Armiko. Isë Armiko u bë Miko. Nishe e ke që dire se si Miku tënë të arti thua e ke kundërshtar, po ta vesh, Armiku. Është prej Ari, Armika Ari. Që ka Mika Ari. Po pastaj i thu dhe siç ka pasja në Ari ka, tash i thash më. Po. I thu ai Miku. Po për çka ke fjalën? E ke fjalën për Karen. Hajde vërë. Jo, ashtu ka qenë fakt për Armikun që e urrej, kundërshtarin thoshte, ama ti ai miku e? Kush e miku që kujton se në vi neve na poshtoi këtu se që kohë të tërë. Oh, bravo. Po jo se kanë qenë njerëz, po ta veç atëherë plakot dhe kur fyeshin kështu si lord, si njerëz të kulturuar, kupton, nuk thoshim shumë i ka kar. Po thuaj, ikor gjeni kështu organ gjenital që nuk përdoret asnjëherë vetëm për anusin. Ikore koka, jo koka, dhe koka kështë disa fjele. Kokë strumbullari. Ikore koka e një gjenitalit e një femre, që është simbolizon një grop më shumë se një shpat. Dhe të shakë shumë e për krop. Dhe e tjeli që direkt la. Me fjale që ke thënë dhe meje, që unë e pas kam si një gjenital femre, që është maja e fyërjes. Që është ajka me. Po pastaj kalote i katunare aty plagë që apo të pjell, jesi pjell ke kokën. O kokë pjell. Edhe çfarë pjell. Edhe qesaj, të slisin do dhe për të çfarë thot ky Allah. Çfarë njerëz pa. Këndërsia se duhet se i egër është, se njeri i egër, i ka 1000 lobra të duhet gojën. Po njeri i egër e ka marrë malli për ne peshk të egër. Po i shkollën e tari sëra. Çfarë do që ti do Igër e njeri e egër, se ti me folë, i kemi le, i se të qiva rrë, fshatari, i se të qiva rrë, ke përja pjellë. Kështu. Di që të dhe. Ti që fin. Qa thoma? Ti të konsumon organin gjenital mashkullor, pa të ngrehur akoma në eksitimin për fekondim. Nërko që i se të qia dhe rrë në pjellë. Pra qitë të tamë. E të tete e kus ka bë kokën. Me zvara. Ska, të mëllë gojën e urë. E pas e jepshin ashtu, i gjunshin kari dhe i të kari me brakë. Jo, i fusi kam shika i plaku.
Ne bish ndryshak. Po them që çdo puno aty o qenie e ndyrë që nuk merr vesh nga jeta vetëm të shash ti. Edhe ai. Mi çaj llavi se ka shku peshku. Se bëri kaq. Po vi peshku, pas ngel ke peshku, dash ke sik peshku duke. Ishte fshatari pra, ishte fshatari. Fshatari. Ishte me që fshatari rrim fshat, s'ka lidhje me ka dhe lumi aty. Po jo, ky është katonar deti. Kardeti. Katonar deti. Vërtet si ndahen fshatarët e tokës edhe ujit. Ka fshatar lumi, ka fshatar deti, ka fshatar mali, ka fshatar. Ka fshatar lumi? Ka fshatar kodre. Po ka më se kanë njërin në lum aty, fshat lumi. Lumi fshatar lumi specifikisht. Po. Është si puna salmonëve. I ndahen si puna peshqve edhe këta, si puna kavshë. Kë arrin do ta kapi për shkak një peshk me dorë, siç kemi pa arind, po them. Po me dorë vetëm mbas i kanë ngordh. Ai nuk është ari lumi, është fshatar lumi. Ai nuk ka kthetra, ka gishta blek. Gishta po. Ato vetëm gishtat janë, ato janë si ganja. Po ti pincash, ato janë pinca. E ke marrë pse unë ka donar plaku kur të pickom shumë ose të kap dorë. Do të shijero ka. Po ka me makineri, ka me dorë. Po, nuk mos më kap me traktor, më kap me dorë. Ai si më e uli atë levën. Po ai që ka më në reprove është në jetën tonë gjithmonë kemi pas një shok. Mas edhe jo shok, po një të njoft që kepte dorën dhe shifte në sy dhe ndërkohë ta shtrëngonte. Jetën time kam pas plagë ku kam qenë para 5 vjetë 25, ky ka qenë 40-45. Tentativ intimidimi aty jashtë me ka na burra. E plagë ka qenë shenjë, nga që ishte vërtet shumë të fortë. Ka qenë shenjë plago që jam mirë me shnet. Siguriteti. Për shembull, e ke marrë për shembull po të takoj një plagu shumë ta shtrëngon dorë për t'treguar që jam akoma i fortë e kar, kupton? Kujdes me mua. Ti thot që okay, që so gjajse. Se çia. Jo, ky shifte e qeshte cepi buzës, ndërkohë që po shtrëngonte dorën, shifte në kokër syne. Po. Po stevur, çaj të bob. Edhe ai thonë, "Ha? A dhemje?" Normal. Ose ai mund të jetë se s'ka dorë jote qia më. Edhe nuk thot, "S'ka dorë jote, a do bëjmë më bete po?" Po. Çfarë më bëj bosh me më kar. Unë jam truvarja më vlaj. Unë jam makineri. Unë qirë rob, ti vetëm kajki. Unë qirë e pida rob. Jo, ai do të plagë që të bësh me se unë zia s'flasës, bëj as komunikoj. Këto janë ato format e mira të komunikimit, kupton se ai fort ka të bëj. Çaqiva mbrom se do të më bëj plagë, ishte automatikisht bini kështu. E kurrë që ajo shpreha. Tuç. Po mi ma ka se gjero, do të jemi ngar këtu. Unë tuç e kar. Tuç. Se tuç është plagë kështu kur i thosh, "Ta haj tuçin", e kupton për byll thëm çfarë. Ta haj tuçin e vogël. Unë tuç. To të byll. Ta haj të byll në madhe. Aty do të thotë që aty do të ti ka donaj. Ta s'ka e tuç. Ka evoluar pas i viti. Po ka evoluar. Nuk të thotë. Po ato janë. Po ato shprehje janë, Ato që i thua një kalamonit vogël, plagë i thua edhe një të madhe. Ta uska e tuçi. Çe të bësh? Po, më po. Ta fus tuçi. Le. Ike. Le më mirë. Ika se kam i punë. Ku po shko hopur? Këta nga ato që thjesht kapi aty plagë dori me ty. Ike direkt nga Afrika. Ku po shko hopur? Po pritë. Po unë kam shkuar në fshat gjithë jetën time për shembull, takoj ato katonarët e mi, por kam jetuar në qytet normalisht dhe si pasojë isha gjithmonë djalë qyteti, domethënë kur shkoja në fshat. Edhe më shifshin plagë shumë fshatarët kanë tendencë që duan të shifshin si hero, po kështu si Jo, nuk shifshin si hero, po. Jo, është ajo ideja që kur vjen dikush nga qyteti, mendoj unë. Mendoj që është ajo sfida
e brëndshme. Ka dhe fshat kështu qytetar plagë që mund të jenë çik fotulla, kështu që mendojnë që janë më të mirë se fshatarët, por ka dhe fshatar plagë që duan të provojnë që janë më të mirë se ty, që faktikisht ti jeton në qytet nuk të bën më mirë se ne, dhe për shembull ai shumë kalon plagë aty dhe lefi qend dhe ti lëvizje çik kështu si i friksuar në një moment, e kupton, se nuk ke mësuar të dëgjosh të lef me qenë gjithë ne, e kupton? Edhe ti lëvizje çik kështu dhe ama u treme, domethënë që gjasën unë të viza fare, e kupton? Okej, plagë, u trema pra se dëgjon. Se prisja që dilte i qenë nga kjo shkure, kupton? Ose ecën për shembull, thot për shembull, marr kalin për shembull, po, edhe kali për shembull lëviz kohë me plagë dhe ti largohesh. Mos ki frikë vllai, se nuk të godet. Gjasmë të ka dishti këtë informacione, kupton? Mos ki frikë se kam unë këtu. E ke ti. Dje o që leshin për atë. Po, ri qetë se nuk të qerë. Ose kur të bëjmë, se të shumë, veja qik të Samarin, gjasme do që, ti thush, po ku ti unë ku ta lidhën, që ti përse? Po, zdi me lidhë? Ka, gjasme, po ku ta lidhën, zdike... Në të logikën të, qa bënë? Jo, edhe të ta ma, ti zdike atë nga lidhët go marë. Ka, ku qa bënë, edhe qeshë gjithë, më rrë që di që e bërë, e kapi këte lidharin që lidhët Samari poshtë, edhe nuk e kapi ke bërë kushja poshtë, po e kapi... Miki se mbyti, Misi ja futi ke prima byllës të litarin. Është kali rrallë kjo, bon 2 milion lekë. Po, dhe ti që i thup, a vashat bërë se byllës. Se kali është qërratës është. Qërratës është. Ato e me nuk shumë kom lësh. Një të rratë që kanë të plumë plaku, kanë dhe për këto kapë të tjera. Ishë, jo, i të gjoni, qërratës, i të gjoni qimë. Qërratës? Rata me mire ka ratëqim. Ratëqim, plak. Po, se nga që këshuri pra dhe, duke u qi. Si njerëzit. Nga këshu, serios varë. Qartë. Se një që i pra dhe duke u qi është ratëqim. Edhe që i ratëqim. Po, atë shanë të bëne, ti me zi pratë me i nga aty. Po. Më thënë gjithë ratësime, jo, për të tjetë, qeshin e për ta, po no e shëtarë. Po këto mizët që janë të këto ratësime, edhe mizët, po. Sa bëni atje, i bëni ja 3 milion lekë atje? Atje e toni? Më betë ka tjere ke më sajle. Jo, në këto video, me atje veni qushin supermarket vësaj. Po, supermarket ku ta marrë. Asi, jo, se ne mjeli... Supermarket. Jo, se ne mjelim lopën. Direkt e rrudit. Normal se ke lopën aty, normal që të mjelish. A diti me mjel lopën? Se duhet që sikur. I be qik dorën Luani. Luani, hajde këtu. I be qik dorën Luani, tërgoj qik se... është rritë vetëm me qumësh lopë edhe nënë. Nënë dhe lopë. Imaginati. A i ti thot... Luani dhe ko është 4 vjetës, pra. I be qik dorën këti. Me shisi është rëngonë. Po, ka vetë që këto bilbiljet, bilbiljes njoni edhe që ka emin, bilbil. Edhe ti flaku që nuk e di kush është bilbiljet dhe të lojë shumë kohë, se s'di kush është, a i thot, jo zogu dhe jo, këti. Jo zogu, edhe qeshin, kishim e zogu. Që më kërko në i Luan këtu për ti o të ndorën Luanit, dhe Luani është kërë. Ska. E më ngordën 3 lopë, plako, nuk e dim, nuk e se është kjo smundja që kjo janë traksi. Bërë që janë traksi është do parë, Jese, gjithmonë e kanë emra që nuk e kanë sakta. është kjo antrasi. Po. Antrasi që thonë ta e lidhe para. Ajo është zgjebe. Zgjebe lopës me fjalë tjerë më plak. Po se një duhet zgjebësh atë shkollën më të mirë për vete. Të shke zgjedh shkollën të shi boja kur. Po, e drejt. Mos na shif neve këtu se ne gjithë ditën çohem pesën. Shqetëso. Ja, vetëm kamerë që çohen 5 lekë, çohen 104 qira, se do. Edhe pastaj kur të bëj kështu është. Se ne mjerim lopën vet, thotë, po normalisht se mjer lopën se ti ke lopë. Po pra, diti me mjer lopë, i thotë, jo normalisht se di me mjer lopë. Po se duhet kështu sikur çohesh mjes dhe mjer lopën, po duhet në ditë duhet mjer. Po ti që janë në fshat nuk e nis për shembull një plan kokën tatë thosh se duhet të çohem bëj 2 ditë tjetër në këtyre. Jo, unë ti le çohe edhe ti katë plagët çohe se çfarë bëjnë, çfarë bëjnë, po ti japësh një dorë, po më shumë për të kuptuar se sa më fati jam ose çka ke unë nga jeta. Po.
Po, e vërtet, do s'ka për te fakti që ka shumë pamje prallore në vendet, varet në çfarë fshat jetë normalisht, se mund të jesh një fshat afër Tiranës, është Varikaj, ndoshta sepse shef vetëm ndoshta je shumë afër qytetit, po ti je pak larg qytetit, je shkuar në një kodër me një gjë, kështu që s'ka shumë qytetëri në vërdallësh. Mendoj unë është pak më lezetshme se shef sa pamje të lezetshme, po ki afër në një luginë, lumi në një gjë, kështu në një mal afër, pse është më bukur. Po për te këty në plagu, pastaj çdo gjë tjetër është thjesht 10 herë më e rëndë për mendimin tim. Shloshme. Po çdo gjë që ke fakti që do e bëjmë bukën vet. Të paktën ato që vazhdojnë ta bëjnë bukën vet. Bëjmë bukën vet plagu. Shkon ai gjithë ditën, se është për të qiro kjo puna e fshatit. Për shembull, jam bë domate plagu, do shkoj me i heq domate se nuk mund t'i lesh aty, se janë frigorifere, kupton? Se piqen, ë. Po jo, e ka bërë një gjë që duhet të hequr, nuk mund ta lesh ti që avar ka sot portoj, nuk ka për ti më. Jo, po jeti pesticide, jo po jeti sa që duhet, je po dili, je po shipi për kryma. Pesticide, jo pra, aq një sicid, dy sicid. Po jo pesticide se shiva. Pesticide, jo. Që më do i mbytë fare. S'ka nevojë. Çifi se ka ëngrë krimbi i fluturës. Se fillojnë për shembull këto krimat e ndryshëm që hajnë, ma ka dhi fare spezi. Po për zotin, ka dhime për të sveti. Ka qenë sveti aq i mirë. Kishte qef me Po, shumë i mirë që. Provoj që këtë djallë, një ta put plaka i pjesë ta e fut ngoj. Shiva, po. Pika karës janë 30 vjeçë ku. Ti e 6 vjeç. Nëse. Një skemë çuditshme mes burrave plaka kur një burr puta të gjona ta fut edhe ushqimin ngoj. Po, vërtet. Na hajte. Shtate. Fillojmë Gati me gjë sot. Një këtë podcast me një ish përpullse plaku që rrugëtimi i saj drejt famës, thot kjo gota. Ka qenë në përpullsen kjo gota, nuk e di ashtë akoma, por ka ndjerë nevojshme për të bërë një ca video me rrugëtimin e saj drejt famës. Për çfarë flet? Gjithmonë e kam ndjer famën, më ka ardhur vërdall gjithmonë dhe i kam ikur sepse kam pasur frikë. Por të gjitha ëndrat e mia u rrotullonin me famës. U rrotullonin. Like a celebrity right now. I am a celebrity. E humbur, nuk e dija ku isha, por isha duke ndjekur ëndrat e mia. 2025-ën kanë qenë disa momente shumë të çuditshme ku universi më ka treguar se çfarë po më priste. Në prill të 2025-s, isha duke ndonjur me një shoqen time dhe i them, e ndjej që fama është më afër se kurrë. Dhe ajo filloi të qeshte dhe mendoj që isha deluzionale. Më pas, në korrik të 2025-s, kam qenë në dhomë dhe më vjen një ndjesi sikur po më shite e gjithë bota. Dhe nga Njëri ndjesi e si po shifte gjithë bota, ishte në dhomë vetëm. E vëton? Fama, la fama! Che pasó? E përshëndesin Rosalia, një nga ndjekësit e para të hershme. Po, një nga ndjekësit dhe mbështetjet më të mira të podcast. Faleminderit Rosalia, respekte. Sikleti i asaj ndjesisë që po më shihnin të gjithë, fillua të mbloja kokën kështu dhe isha, o sot ç'është kjo fam, o sot të më shohin gjithë, o sot. Dhe pikërisht ajo ndjesi që un pata në korrik të 2025-s u manifestua në realitetin fizik. Në datën 31 dhjetor 2025, un kapa milionin tim të parë, uni hodha gotën e verës. Aty kapi milionin e vetë parë plako, jo milionin për para, po kapi milionin për views. Views. Për views, të më thënë aty arriti kulmin e famës, shpërtheu një klip, po jo. Po plako, domethënë kjo është vaga shumë. Kjo është la fama, La fama. Nëse, kaq ishte. Por jo, kështu i kam episode. Ndjekim episodin e tjetër. Tani një këngë për mësuesen, festivali Moll Kuqet. Dgjoj. Mësuese të duam, shumë të respektoj, për gjërat që na mësove, pa fund të falenderojmë. Ne prap do të shihemi, asnjëherë nuk të harrojmë. Gjithmonë do të duam, do të vim të vizitojmë.
çfarë premtime kjo. Gjithmonë do të duam të vim të vizitojmë, nuk do të harrojmë asnjëri të mësuesës plak. Pra mendoj tani plak ti tani që kërkon mësuesën tënde plak. Edhe shkon tani me rrugën, pa ku biletë. Mësuesën. Mësuesën. Para herë me autotune turp. Ka pasur ai këngë bukur që i dedikonin këtyre mësuesve në atë kohë, po nëse nuk më pëlqeu kjo është këngë shumë e bukur plago me një tekst madhështor, po ta vesh edhe festivali Mokuqet është më i mirë. Nëse. Edhe gjë tjetër, nëse takon për shembull rastësisht mësuesin në rrugë. Edhe ju thotë ka dëgjuar normalisht këngën që ke kënuti dhe thotë, "Ama, ti s'ka ardha, po do të vini ke vorri me vizitu." Se kështu po shkoj mua be. Po. Ti je 30 vjeç. Po më vërtet plago, ti për shembull, ke nostalgji me një mësuese? Nga gjimnazi ose nga 8 vjeçari. Kjo është e vogël fare, po. Jo, se di, po. Ti mendoj, imagjinoj sa rob thjesht kanë qenë sa një pjesë e mirë, po të skuptoj edhe. Po, e drejt, po. Po të kam marrë malli për shembull, nëse do shifja në rrugë një zysh, do shkoj kështu të ej, unë jam filani, don. Zysh në Fillores vetëm. Ajo ka qenë të gjallë akoma. Po. Ajo ka qenë shumë speciale. Dua zyshën e Fillores. Po për shembull, a kanë mësues për shembull që ka pasur impakt në jetën tënde, për shembull, se nëse ti do ishe nxënës për shembull që ke ngelur në shkollë ose të ka kushtuar shtrenjtë vendimi i një profesori ose një zyshe që të ka ngel, ti ke humb klasën, aty ke ngel më mbrapa, je detyruar të marrë shkollën më vonë. Ndoshta jeta jote do shkonte më ndryshe, do thosh se këto janë gjitha pasojë e veprimeve tua, diskutohet. Por që kanë fjalën nga ana tjetër ke një profesor plago ose një zysh që të ka mësuar për shembull fizikën aq mirë sa që ti më vonë e implementove në jetën tënde, u bëre në ku dijon, hape një lloj biznesi që njohuria që ajo të kishte dhënë, e mbaj mend që faleminderit zyshe që mësoi këtë gjë, unë sot po kam pa bukë me këtë. Edhe shef rrugës u qira, kjo çdo gjë e kam prej kësaj. Tash kemi pas një profesor që ka qenë shumë i ashpër, shumë i rrept. Edhe nuk e di, po kalon shumë vetëm pas apo i rrifse. I rrifse të vjeçar po të fjalë, i rrifse. Gjatë seksit tonë ju rrifta apo kështu? Oh, jo, shiqë zotë. Gjatë seksit. Rrifse fare vles. Ishte nuk e di si ka i magë apo. Po, gjatë seksit ishte kështu si një qenush. Gjatë seksit tante Karin. Çfarë bën më? Tante Karin bra. Tante Karin gjatë seksit. Po, prove kishte ato të vetat, plago, që mas edhe tani kuptoj, kishe qef një rregull ekstrem, po që mes prove aq papikur, aq të rrjepur, mosh ti skupton si që ti dëgjoj zilën në shkollë, doj me dal me bravo. Mund të ishe i pari të dilje nga shkolla? Me qef i pari do ishe për të vitezor. Po, i matë edhe thoshte, esin gjithë djathas. Tani kur jam 30 vjeç, edhe shoh njerëz që më vërtet që nuk ecin djathas. Nuk është se ka lidhje direkte me këtë individin. Po mbezisën burse e gjej veten përballë me plagë. Sa shumë ka filozofua ai profesori që ka bën atë, që thotë atë gjë. Ti duhet si është një kar, ç'është ky kar që thotë djathas. Po, ai ka kar, do të thotë ku do eci unë po futesh aty mes turmës plagë se nga del, kur i vogël. Po, drejt. Po, edhe atë mendova edhe para sa ditësh, thash, duket vetja po dhe grus si 15 vjeç me atë qetësinë e freslikun e herë. Ose i gje vetëm përballë me kushuri që është 15 vjeç e thu Qia rodo. Kemi një dimension. Mendoj plau që profesioni mësuesit është një nga profesionet më të vështirë në botë. Nuk e imagjinoj dot merrem plago me fëmijë. Çfarë durimi gjimnaz po që janë çik më të rritur dhe mendojnë që janë shumë të zgjuar. Po mendoj për shembull të merresh me rob që me fëmijë që janë edhe më të vegjël edhe çajin bythën për shembull. Edhe e kupton? Tash i ve fajri një mësues që ka pas 3 fëmijë në shtëpi. Vijon e ka lënë pa gjumë, vjen në klasë, ti thosh, pa bëj për profesionin, vjen në klasë dhe shkoti i çakarit, ti thotë, o zyçe, çfarë është koka e kralit. Mama ti filloi prapë që gjithë klasa plava e s'po të mësim. Po, do me po Karagjoz. Zyçe, që ke vizatuar një karë këtë rasa zezë. Po, nuk e di. Po çai friksojnë fëmijët sot, se dikur ne pshon na friksoni do të xher për jashtë,
Po kam dëgjuar që edhe në Shqipëri tani plako është bërë shumë e vështirë me nxjerr domethënë fëmijën për jashtë, për shembull siç na nxjerrin ne, dil për jashtë, sepse nëse fëmia del për jashtë dhe shkon e shtyp makina apo zihet me dikë dhe vdes, siç edhe ka ndodhur më duket një rast që kam dëgjuar unë, që ka dalë nga shkolla, domethënë e ka nxjerr jashtë dhe ka ndodhur diçka dhe ka vdekur, e kupton? Dhe tani ti je përgjegjëse si zysh dhe mban përgjegjësi dhe shkolla. Po shkollë shtetërore s'marrin përgjegjësi, po shkollë private do mbaj pak përgjegjësi, besoj. Po që mendoj se është vështirë është do situata, se nxjerr dot jashtë, nuk e rref dot normalisht, edhe është okay. Po për më tepër imagjino dhe ne jetë edhe një fëmijë, një prindi që ka pushtet por do të flasë me drejtore, se do thotë drejtore e avashik me atë se Po ta e shohin dhe kështu plako që arsyeja pse ky fëmijë nuk është i mbrapsht është sepse ti s'di ti mësosh. Pra të bie faj dhe ke ty nëse ti ankohesh për atë fëmijën. Ndërkohë që ai është duke çatrave, e kupton? Nuk e di, profesioni mësuesve plako është komplet i shumë keq paguar. Po edhe i zhvlerësuar, se nuk mendon që është shumë i zhvlerësuar se kudo kanë rroga shumë të dobta plako dhe me Po, Nisë shkollat perëndimore ka çik më shumë rregull, mësuesi direkt e raportonin problem, kallzon ke drejtore se kështu e bëjnë te pak. Edhe fillojnë merren ata, marrin ata masa, nuk është se bien përgjegjësia vetëm ke mësuesi si vendim. E di, po da atje ka të gjitha gjërat që janë në Shqipëri janë dhe atje. Do në Shqipëri mund të ketë domethënë një nivel pak më shumë frike për zyshën, sepse nëse të prek me dorë duhet merresh me prindin e personit, nëse thotë i llaf më tepër është me kollajt atë që nga puna e gjëra të tilla, po kurse jashtë i bin çik edhe shkurt, e kupton, ndjekin kurrikulumin, marron filmi. Fakt pash një lajm profe që kishin dalë 3 veta, ishin 16 vjeçare dhe i bënin presion me armë profesorë dhe ishin kap me i vënë që ky shkollë dhe bënte jogging. Çfarë thua? Po, nuk është se ishte armë e vërtet, po si gjetën që këta bëshin vi notat mira vetëm jo. Vi notat mira vetëm filanit, profesori thotë. Vetëm filanit. Vetëm filanit e festeu, jo aty rrapqire që këta ishin 3 veta, 3 emrat e tyre. Vetëm filan Visteko dhe këtij tjetrit, kaq vetëm këto 3, morë vesh apo jo? Se ti shim ro. I kështu, okay, kuptova. E kuptova, mora vesh se kush është. Me që Rallafi kështu shkollë edukimi duhet kete. Nuk e di, kam humbur shpresat ke këto, ke burgu dhe ke funksionojnë. Po ja. Bides Jaku kam një video këtu me një që sapo dal nga burgu, plako, dhe shifet se çfarë thotë për shkak. Sa ka marrë. Ai shohim sa ka ndryshuar sa pjek. Për ligjin. Ky shefeti edhe një herë se? Ky shefash? Po nuk ka. Dëgjesh më i... Do të në Shqipëri tua pas terrorizmin? Po, nuk jeton do njeriu për kraj. Të kthesh prap? Ose të kjo Shqipëria, nuk e di njeriu. Nga e di, nuk e shqiptare? Shqiptare, çfarë punë do bësh tani që dolën? Me çfarë ka marrë familjen? Nuk e di. Nuk e di. Këto janë senatorë personal, pse i nuk e dhurë atë? Ose po nga këtë këthe janë pravo, nuk e di. Të blej gjithmonë? Atëherë, kjo do thonë që nuk është bërë mësim? Si? Nuk është bërë mësim burgu? Si burgu mësim, zhëmë atë në fjallë mësim. Atëherë, për të mos ardhur më këtu? A bën vaki njeriu të mësojë, të mos mbijetoj? Këto, e llogarit ti? Si që pari jemi ropë të Zotit që do të jetojmë. Kajmi ropë të ligjit. Qofse neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës. Pëlqen kjo tentativa për të filozofuar nga burgaxhit, plako. Me çdo sa kohë ka aty brenda dhe fillon filozofojnë në tipin që është shoqëria e keqe, pra Shqipëria nuk ka mundësi, dhe si pasojë un prandaj vjedh, dhe si prandaj ai burgaxhilli aty nuk rrihet. Po dhe i në Shqipëri. Do shkoj të futem në burg të Gjermani. Po i se ja dhe burg. Do i nga këtu. Nuk rrihet tha pa thyer ligjin, tha sepse njeriu duhet të mbijetoj. Ti jeton në Shqipëri, tha e shef shumë mirë sa e vështirë është, unë nuk di çfarë profesioni do bëj, tha se i tha si do marrësh familjen. Dhe këto janë gjitha probleme shumë të vërteta nga ana e zotërisë. Por problemi është që a është kjo arsyeja, plako, domethënë a mund ta justifikosh veten tënde që unë do të thyej ligjin sepse ky shtet nuk më ka dhënë asnjë lloj mundësie. Dhe këtë ligjin e thyet në kurrizë të një qytetari të ndershëm, sepse nëse ti do vjedhësh në një supermarket, ai qytetari ka hap supermarketin, ka ndërtuar supermarketin, ti do thyesh xhamin, pra ti bësh një dëm edhe pa dashur, se ai zeli derën hap për ty.
Do I thysh xhamin, do hysh brenda, do vjedhësh çka ke për të vjedh. Do dalësh. Pastaj sa herë do e bësh, se ja e bëre një herë. Ti do rrog mujore, një herë muj do i shkosh aty. Po ti do mbjetosh me atë që do mbjetosh gjithë jetën, tash. Po mbjetove gjithë jetën, hajde bëj herë çatë. Mase skap njëri plago dhe ja udhë. Po. Ajo është gjë e ripërsëritur 100 herë nesër. Po edhe kjo fakti plago ja i fshatarë që ka hapa atë ku di që atë se nuk vjedhin fshatarë normalisht se do të bëj kolpo, po nëse do të hash bukë për mbjetesë, atë do vjedhësh atë fshatarën e shkretë që shumë ka 10.000 se shtaksira po Po normal, nuk ka. Po e bën për qevat atë mëbet. Pikërisht pra, ja, si që erdi boli më vodhi mund celularin, amen? Edhe ai shumë shkreti. Për shumë orin. E mund të shkoj edhe shumë ke situata, mos flasim që situata mund të agravohet tiki nga durët edhe shkon për lash. Siç ishte i lajm, ja të tregoj lajm konkret. Shkon një band plaku me vjet një dyqan qytetërisht. Kështu tip metalave ça. Ja, më mafiozi. Ishte argjendari në Itali ishte ky lajmi. Po, okay. Ti tipi ti kishin ndodhur herë para 5 vjetësh. Po, e kishin vjet, po e kishin bëu gjak fare, pra, e kishin vjet gjitha dhe kishin ikë. Po pse kishin rrahur? Merr për to më lera atë po. Jo, ma se lezhin. Ishte ditë më mbrapa, 3 veta futen brenda. I vjedhin çka kishin për të vjet, edhe ikin. E kishin harruar pa rraf kësaj radhe. Jo, se rrafën pra, se prekën. Se kishte me armë që nga mbrapa dhe i vret 2 veta plaku mes rrugës. Po e dëgjova këtë, tani po kujtoj. Edhe në Angri Burg, tani më thuj ti, unë normalisht do ta kisha falë këtë tipin, se imagjino çfarë taksirati ka ky, por shofi vetëm të merr me si vinë 2 veta aty, duhet dikush të ekzekutohet që të kuptojë tjetri plaku që do të vrasi. Të ketë një lloj frike. Unë do diçka edhe më të tmerrshme, për shembull që ndodh në Amerikën Veriore, në disa nga shtetet dhe vendet ku këtu vetë qeverisen, sepse çdo vend ka atë rregullin e vet. Dhe në disa raste të tjera ka ndodhur që hyn për shembull hajduti në shtëpi, ti je me familjen tënde, hajduti futet brenda plakut, ti e kupton që ka hyrë dikush, merr një thik ose ndoshta në ca shtete ke dhe armë normalisht. Dhe për të mbrojtur familjen, ti se di çfarë po ndodh. Dhe e godet. Duket e kemi folur në një podcast but anyway. E godet plakut dhe e plagos ose e vret, nuk ka rëndësi në këtë mes. Ti tani shkon në burg plak. Gjykohesh për të futur në burg. Pse? Se po mbron familjen tënde, në shtëpinë tënde, që ka hyrë tjetri me të vjedh, që ti nuk e di se çka ka në dorë, ti nuk e di se çfarë do me bëj, ai mase do me vjedh, mase do me të vrap, mase do me të pordhonu, mase thjesht ka hyrë pa dashje, se ka ngatruar shtëpinë e ti ke lënë derën hap. E kupton? Po kjo kleshka që kishte në mes edhe kjo situatë, ishte nëse ti e vrisi këtë tipin brenda agjendarisë ose brenda shtëpisë siç po thu, atëherë je në rregull. Po nëse e vrisin në borr, ishte zgjidhje tjetër. Domethënë ti nuk ishe më i rrezikuar për jetën tënde, ishte zgjedhja jote që ti vrisje mbrapa. Edhe këtu e haje burgun, që më tu prapë ka. Këta pas kanë klauzol, kurse këtij tjetri ti hyni në shtëpi ai. Po i ka futja aty bam. Ço çdo shtëpi me plak, megjithatë mos fletet më radhë tani. Po pikërisht familje megjithatë. Ka fjalën që imagjino tani ne duhet merremi dhe me ndjenjat e hajdutit. Ikën po i shira bam aty. Edhe këtë do kisha qejf plako që me vërtet binte presidenti për shembull i Amerikës nesër dhe thoshte mos të falim këto kriminalët që falim mirë pas herë, imagjino çfarë nxjerrin nga burgu. Po falë këtë tipin. Çka ka bërë? E thua falë se një kanë hyrë në shtëpi, i kanë trem kalamaj. Me gjithë problemet që ka Shqipëria dhe që kuptoi këtë tipin që doli nga burgu, e vërteta është që nuk mund të marrësh amnisti dhe të thosh unë do thyej prap ligjin se s'kam mënyrë tjetër për të dhënë një farë mënyre. E kuptoj që unë kam arritur në konkluzionin plot, kuptoj që shumicat e ke parasysh ku je në semafor ose je duke ecë rrugës dhe deli lyps para, dhe ai lypsi me fotullokun dhe me një lloj agresiviteti plagon në sytë e tij, shef ty sikur ti detyrohesh, ore bëllëqir se ti jeton me ke gru, ke kalamo, ke shtëpi, unë jam këtu në mes të rrugës, mes të ftohtit. Mje prate 2 euroshin, 5 euroshin, dhe ti ndihesh plaku keq, e kupton? Sikur gjitha fajet i ke ti, pse ai është në atë gjendje. E kupton? Unë kam fal. Çik macja që po hye po del. Sistemi. Sistemi shumë i keq. Po, edhe bravo, dhe tani vjen gjithmonë fjala e disa njerëzve që e mbërojnë këtë situatë, thonë, është sistemi që
prodhon individin, pra është faji i sistemit pse ky individ ka ngel në rrugë dhe ne nuk e ndihmojmë dhe prandaj ne jemi fajtor, kështu që ti tani ke atë fajin e brendshëm që e kemi ne fajin, faji që un pasurohem është sepse un pasurohem se kemi këtë ide plako që është pak ide kështu ekstreme, ndoshta edhe pak komuniste, që un jam domethënë faji im, un pasurohem dhe dikush diku po varfërohet vetëm se un po pasurohem. E kupton? Edhe ti ndihesh keq për këtë dhe ke atë fajin ja un për shembull ka mundësi me hëngër këtu dhe me pi kafe, po ky s'ka, dhe ja blej un kafe. Dhe ku ai mishi jep atë dyshen, 2 euroshin. Po as nuk thot faleminderit, shef shu herë. Edhe nuk është të shë asgjë asnjë gjë, asnjë gjë nuk do të ndryshoj, bravo, as situatë. Kështu që situatë si e fare. Kështu që ky burgaxhiu që burgaxhiu tani duke përmendur defektet e shoqërisë shqiptare ose çdo lloj shoqërie. Gjasme, është sistemi që më ka shtyr mua, që unë shkoj në burg, që duke thyr ligjin unë mbijetoj sepse unë nuk sistemi s'm ka dhënë mundësi për mbijetuar. Pra, e kupton sa e thjeshtë është plaku kur ti ja ve përgjegjësinë shoqërisë, ju duhet bëni gjithçka për mua, unë pastaj duhet ma bëni gati që unë pastaj të shkoj të punoj dhe të marr lekët e mjaftueshme për të jetuar. Ja, njëri për shembull, pashi video dje që thoshte gjithmonë e marrë dje ose sot mëngjes. Nëse dje pashi video plaku që po thoshte njëri që nëse ti do hapësh një biznes, më quani socialist nëse doni, por nëse ti do hapësh një biznes dhe nuk ke mundësi që të paguash punëtorët e tu një living wage, pra një rrogë të jetueshme, pra jo një rrogë minimale, të jetueshme për qytetin ku jeton dhe imagjino se sa thellë kishte menduar. Dhe që ai personi që ti domethënë ke punësuar, punëtori jot, të ketë mundësi ta ketë shtëpinë 45 minuta larg, të ketë mundësita që të përballoj jetesën 45 minuta larg biznesit tënd. Pra, nëse ti punon plagon në qendër të Tiranës, supozojmë, ti tani të vej dikush kush thot, ai që punon ke ty duhet ketë mundësi të jetoj brenda unazës së Tiranës. E kupton? Brenda unazës shumë i bie që ky duhet të ketë 1 milion lekë qira për shembull, e kupton? Do ti do të paguaj minimum 1 milion lekë vetëm të haj e qiran, pastaj edhe të haj buk, pastaj edhe të paguaj makinën, benzinën, ti duhet t'i japësh ti edhe plagë don gjithë përgjegjësinë e paska, ndërkohë që ti je i biznesi i ri që po mundosh të bjetosh, po mundosh të rritesh. Ti ka pundosi këtë mes plagë. Palite fare. Pundosi mund bëj tentativa e pundosit është të maksimizoj fitimin personal dhe të minimizoj shpenzimet. Ky është qëllimi jot për biznes plagë nëse do të bjetosh. Po pra, nëse ke studiu tregun, edhe ke vendosur sa është biznes sektor, ke një lloj ke marrë dhe risk, mos harro. Ja, po normal që ke marrë riskun, por se risku mund të jetë edhe me kredi atë që nuk e di se për sa do ta lash po. Pikërisht, mund të jenë kursimet e tua, po dhe nëse ke para, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ti duhet minimizosh shpenzimet. Minimizimi i shpenzimeve është sa më lejohet mu të paguaj për këtë profesion. Dhe sa është dhe tregu, se për shembull nëse ti kërkon një llogaritar, ti nuk mund t'i japësh rrogë minimale se nuk ka llogaritar që vjen me atë rrogë. Pra ti e kupton që rroga llogaritarit është për shembull 2 milion lekë. Unë s'kam çfarë bëj më. Do të godas. Duket edhe kështu si ndrimtare ideja që një punonjës nuk ta lën punën nesër, në momentin që futet në punë. Një biznesi ka një joker direkt e mbrapa që masi lë ky punën, vjen tjetri nesër, nuk është aq kollaj. Pikërisht. Ai punon si plako që gjen këtë llogaritarin, e ky thot e shikon unë kam çik vështirë të vin nga larg, po mdel më ose do i gjej te tjetër ose punëtor të mirë pra. Po kupton? Po përveç kësaj, po i bie që ti fillosh me hartën me veten, me Google Maps-in dhe fillosh të thuash se ke hiksi larg. Kërkoj këtu, por mos të kalojnë atë lumin se. Nëse ka fjalë që shisa ndrimtar bëhet njeriu. Edhe ka shumë kollaj plakut t'ia vër thjesht fajin shoqërisë, ku është vetë pjesë e shoqërisë, është vetë pjesë që i zgjedh to politikan, është vetë pjesë plakut që i pranon sa padrejtësinë sytë e njëri tjetër, është vetë që bën padrejtësi se shumica jon të themi të vërtetën bëjnë padrejtësi gjithkohon. Unë edhe tani që jetojnë në Shqipëri, aq pak kohë sa shkojnë në Shqipëri plako. Ai sa mundem, ai sa lejon, e kap në herë veten që jam duke bëj jo plako që nuk do e bëja. Po më pse njerëz jemi tash bezim me këtë plako që hedhin një gjë në tokë, pse sepse vendi është already pjesë në atë zonë ku po ecën. Edhe thuaj se po ecë tu këse kush ka shkojë kohë. Çe ke hudh këtë? O çe lekë. Unë asnjëherë po flas dikush. Ose thu, hajde po parkoj dysh, po dysh nuk do parkojë kurrë në asnjë vend në vendin ku jeton plako, po ja që parkove herë se çaj situatë ekstreme. Për shembull, jam në Shqipëri, thu, hajde po parkoj dysh, ai lart, kupton? Ama se çu e bëjnë gjithë. Bravo. Ndërkohë që je duke i bllokuar gjithë rrugën aty në Rova aty.
E kupton për që mund të kesh në një lloj stalli si themi dikë, po dhe shu si Karder. Atëra burva leja dhe akia ose rrit Po ja, s'ka më problem, se s'është ne i dago. Sa ti mund këtu. Bravo. Mos e ruaj karin, po. Po i gjë plako që s'po pëlqen fare ke sistemi është fakti se si menaxhon këto të pastreja dhe burra gjithë taksat tona që shkojnë për për kena folje kemi bëj i podcast në fakt që quhet të pastrejat. Imagjino, ose tash është ato këtej perëndime, domethënë, shifshan Shqipëria janë pastreja që duken qartë që janë pastre, por që kanë një stre, janë ato gratë që janë të dhënë gjikë lamoni të burdel mes rrugës të makinë. Po streja e fëmijës besoj. Ajo e man fëmijën si mburoje që s'ke çfarë bën apo. Ke ato kalamet e vegjël që kjo i ka rritë edhe të pështyn shumë, jep në lekë. Ato janë pastre në Shqipëri. Kurse këtej nga perëndimi janë sa që po ti sa mirë po dal çik me familjen, po shkoj ke parku. Hajde ulëm ke stoli, që ka zonë se po fleka njëri. Ai është aty dhe se sa ka ra me dorë dhe po ka zënë gjumi si qinj. Po si qinj. Po për zonë. Gati plako, ti me sasaj vape. Me sasaj vape ke marrë nativë këtë që kanë organizuar të dielën tate. Edhe i lodhi borë s'ka bise punë java, skandal. Edhe të bën zilia i tipi aty, po që është të plesi qinjë. Po. Në atë hien që ke kërku ti, e la zona e. Do në ka halë pa fume, po do në është ideja gjithë të vetë plako, ai merr i gjë nga shteti, po di gjonë sa po të marri. Shkon shteti e ka afru dhe për të hongër për të pi, se ka një vend special për të hongër për të pi. Mu plako, që më shqetëson me këto të pastrejët, është fakti që që kam lexuar unë statistikisht, 70% e tyre plako ngelen gjithmonë të pastre. Do të thënë vetëm një 30% janë ata që kanë vërtet dëshirën dhe forcën, besoj se s'është vetëm dëshirën, forcën dhe mundësinë për t'ia dalë. Do të thënë për shembull, nëse ti do dilje sot i pastre, supozojmë që nga një divorc ose whatever, përfundon rrugë, ti plako të paktën muajin e parë do kesh guximin dhe dëshirën që unë do të dal nga kjo gjendje, unë s'mund të ri kështu se s'do flen rrugë, kupton? Dhe do fillosh po sa më shumë kohë kalon, e kuptoj që bëhet më e vështirë, sepse kështu është shoqëria jon fatkeqësisht. Për shembull, nëse ti do kalosh 2 javë në rrugë plako, tashmë vjen era kërr. Ku do lahesh? S'ke më ku të lahesh. Po që të bësh një intervistë pune nuk mund shkosh pa u la. E kupton? Rrobat i ke të pa lame. Çaj intervistë punë, seriozisht e vla. Shiko, shteti mund të Nëse kam fjalë që nuk kemi një lloj kështu sistemi që t'i riintegrojmë në shoqëri. Po çfarë bëjmë? Nuk funksionon, nuk ka lidhje. O vla, do të bëjmë asgjë gjë. Nuk ke një ide se si mund të funksionojë. Jo, funksionimi është ky vla. Nëse gjë vetën në atë situatë, do të heqim çast, jo do të vrasim, jo do të vrasim plako, po. Jo, nuk do të vrasim. Ti do të shih me kremin dhe do të them aty që ti Nuk i përmbush më, nuk përmbush më minimumin që mund të bëj një qenie njerëzore për këtë vend. Kështu që ti s'mund të kthehesh në problem për fëmijët që po rriten në të ardhmen. Pse duhet të rriten fëmijët me frikë ose të ndrojnë trotuarin se është ky kari? Ta merr atë karin edhe nxirre jashtë për qytet, gjeje ti mënyrën. Po ku ja për shembull, jeti sot ja, zëri është një qytet plako që djegin plera. Çfarë bëjnë atje? I ngjet gjithë atje plako. Jo, nuk ka rëndësi, ato gjejnë vetë punën në një tjetër. Po, sa të vdesin për punë. Vdesin për punë plako që ka tregu. Veca stola ke ky qyteti që djegin plera, ke kjo është si o xhak i modh, çatë. Veca stola se i kanë qef shumë stola, veca pem. Edhe vedhi i gardh, kështu siç e bëni Trumpi në murin me Meksikë, i gardh gjigant. Pa ti po thuj burg, po ke. Ti the futin burg po thotë. Paka shumë. Po. Pra kush deli pas. Po mos harro plera edhe pistola. Po imagjino e ndërton burgun kështu sigurisht si një qytet me plera, thonë dhe Po, e vërtet, shumë vërtet. Po, edhe erpasere blak e merr njërin nga këto e lan në dush shumë me zorë, e lan me zorë, kam fjalë me zorë ujë. I put një lavazho, e vesh mirë dhe e nxjerr aty mes turmës, edhe ti kërkojnë ta lekë kurse normalisht i kujtohet tyre. Po. Na e bën lekë o besyr. Ikse po i shija ta rops. Kam Nuk e di, kemi thënë një herë neve nëse mbajmë mend që do po të bëhet një Big Brother dhe të marrin të pastre e t'i fuzin brenda dhe
në këtë mënyrë i Pra strehojnë për Burgun do 6 ta muaj. marrin taksat tona plak, që nuk është funksionon as. Prap funksionon, duhet ta marrin vetat. Nuk funksionon, kështu që te Burgu her pas here. Do ta marrin vetat Do të Burgun. futet i falderon. Kështu që vrasja Ti je ke tjera dhe do le. zgjidhja vetën, sipas te. Po tash i burgjose çfarë temë. Jo s'ka çfarë. Ose mund të kesh vende në botë që i lejojnë këto. Po flasin vende perëndimore zoti lejojnë fare, se ke të jetë një vend i sigurt që ti ecën shef kërë. Që nuk është se kontrollon xhepat, futesh po themi me tren ke xhepista. Futesh me tren ti plagu ke shku diku, ke xhepistat, edhe xhepistat i kapin, i fusin në burg e thotë vari ka nxjerrë këto se ky. Ka gjithë thirrën që vogët punë. Po, është çështje edhe mentaliteti plagu. Ke plera atë po. Mendoj që shumica këtyre që përfundojnë ashtu kanë probleme mendore, po problemi është që shumica kanë probleme mendore. Jo të gjithë, jo, shumica. Ti ke xhaku dhe çifi ti plagu, ka probleme mendore apo jo? Ke vendi kanë fjalën. Po pra, po problemi është që ne nuk kemi mjaftueshëm mundësi për të rehabilituar gjithë me probleme mendore e para. E dyta, është dhe mundësi ndonjëherë. Për shembull, kam parë një debat, kishin marrë një sipërmarrës në Amerikë, çikë konservator dhe i djathtë dhe këta po i gjykonin domethënë në mënyrën se si ai dhe nuk duhet të futem sa i mirë apo i keq ishte ai, se mund të jetë punëdhënës pjetërapsh, nuk ka rëndësi. Edhe tani del një djalë para dhe thotë se ballafaqoheshin kështu, për uleshin përballë, edhe i thotë un kam bërë tha 350 a 2000 aplikime për punë dhe s'kam marrë punë. E kupton? Se ku dëgjon, nuk e di se ku janë gjithë fajin, para gjykimit, a karin pjetë, whatever. Edhe i thot ky, okay, thot ky do të punsoj unë, i thot ky aty në moment, e kupton? Edhe ky i thot, faleminderit patjetër. Jo. I thot, faleminderit patjetër, do të bëj një research për kompaninë tënde. I thot ky, research për kompaninë time, tha ky, si research? Po ja që të shoh tha jeni në rregull tha me të drejtat e njerëzit, ai i keni zbatuar drejtat e njerëzit, edhe aty pa tha, e kuptoj tha ku e ke problemin ti tha? Ti ke problemin ke vetë tha. Se ti tha, ti do tha një kompani tha që të jetë si do ti. Ti nuk do punë tha. Ai që është më në hall, nuk shef më se çfarë, ai thot du punë larg. Jo, duhet kompani që respekton drejtat e njerëzit. Po, edhe gjë tjetër për që nëse ti për shembull, gjithë pastret kanë pasi profesion, janë gatshëm të futen direkt në punë nesër. Një individ që ka një profesion, ka një shpëtim, pra ka një rrugë dalje. Ndryshe nga njëri që ka një shkollë dhe është i pastret, më jetos janë frikshme është. Po, drejt. Nëse kemi fol gjitha këto, nuk ndalojnë dot. Jo, e di, po e kam fjalën, duam të gjejmë një zgjidhje. Ne të dy do ta gjejmë një zgjidhje plago se si duhet të merremi me të pastret një. Dhe po, nuk e di, pak a shumë duhet i shtjellojmë ato tema të tjera. Nuk janë vetëm pastret problemi, ëh. Problemi për mua janë njësoj janë pastret. Edhe këto të strehumit. Si quhemi ne të strehum që jo, janë nga ato që prishin harmoninë e qytetit. Ti vi shkon në qytet i plagë shef sa i dut. Ndjetin e i çan e gjë. Papi i ka policia këtë, po çfarë bën? I nxjerr para. Jo, dha. Direkt e ke plera të bashkë me këta të tjera. Gjithë. Po problemi i sistemeve të tilla është që nëse dikush të kaj në aty dhe ka një pushtet për të çuar dikë ke plera, ai mundet padrejtësisht të gjejë një mënyrë për të futur ty atje. Ky është problemi i këtyre sistemeve që janë kaq të përprera ku ti merr këtë tip të rras aty. Jam gati plaga të, si më thënë, të sakrifikoj me këtë margin e gabimit. Gabim apo qëllimisht i bër aty për aty plaga është një ardhmë më perfekte me ca individ që nuk mos i shohë fare syrin në për rrugë. Ke shku me pa qytet plaga e njeriu kështu si më. Ke lë makinën ka rru deri në auto, çiqir autobus, prek një gjë. Po. Nëse është ëndër. Nëse profesor duhet të vazhdosha? Të vazhdosha? Jo, po të merr ti tu tash majtun. Nëse dëgjoni podcastin Alo kam një pyetje, na shkruani për tema diskutimi që ju keni shehur që ne të shtjellojmë. Mos harroni të na mbështesni në Patreon dhe në të gjitha platformat që ne mund të dëgjohemi, siç janë të gjitha platformat e podcasteve, domethënë. Apple Podcast, Google Podcast, nuk ekziston më, po Spotify gjithashtu. Dhe na bëni rate në Spotify dhe në i like, comment normalisht, ndiqni në Instagram dhe mundohu të na mbështesësh në Patreon, sepse realisht ka shumë rëndësi për ne mbështetja në Patreon, që
nuk besojmë që do të varfëroj, po besoj që do të pasuroj më shumë. Po do kesh një sasi të palimituar të gjitha podcasteve që ne kemi bërë nga fillimi i këtij rrugtimi. Të pudhin fort dhe mos harrosti, mos bëni lashë. Dhe paçi fat. Mos përfundoni në burg, se pas e përfundoni këtu. Excelente, ecim. Keoxhaku. Keoxhaku, atje të gjithë Keoxhaku. Keoxhaku do ishim këtu. Do ishim Keoxhaku. Keoxhaku. Hajde.